Jo, përshëndetje Shqipe, mirë se vini tek një video e re, përsëri për gaming dhe përsëri një lojë e re, Call of Duty, me që ma keni kërkuar, shumë veta ma keni kërkuar, më kanë shkruar dhe në Roblox, më kanë bërë join, los Call of Duty, kështu që ja ku erdhi koha të losim dhe Call of Duty, let's go, do përballemi sot me shumë veta, kështu që është çike vështirë, që domethënë ti dalim përballë 100 vetave. E di që lojrat na hera, domethënë Call of Duty kështu na hera ka qenë nuk se apo bëjon ai një gjë të madhe, po që duhet ta fitojmë. Nëse nuk e fitojmë, nuk e di pastaj nëse humbi me zëm se ndodh për shembull që mund të ashtu dhe me të parën, mund të na vrasin me të parën, nuk ka problem. Atëherë do të futemi në një lojë tjetër. Jo në lojë tjetër, si ta them, në një Battle Royale tjetër ose në një multiplayer. Kështu që let's go. Jemi këtu në këtë, çfarë të them, këti avion, s'është që jemi këtu në avion, po sikur të ishim në helikopter akoma mirë. Kështu që nuk e di ku po hidhemi te farm. Okej, po hidhemi te farm, se nga që zakonisht gjyshtin në farm bajnë kallash mos. Dhe let's go. Shumë faleminderit për 165 subscribers, po ecim shumë shpejt me subscribers, kur që pëlqen video të bëj vetëm sub, sepse do jetë vërtet super. Kështu që marrim loot shpejt, lekët nuk është se na duhen, por hajde po i marrim. Gjas me kishte këtu as një kallash, okay. Më duhet një kallash, bab, jo lek. Okay, jepi shpejt se mos është armë. No. Okay, ndira armën, tani jemi më të siguruar që kemi armë. Okay, morëm dhe shotgun. Yp. Okay. Më falni çuna si s'ka zë, po do mundohemi të bëjmë dhe video me zë me lojra, por është diçka që nuk si ta them. Më dëgjohet mua zëri shumë pak, pastaj nëse hap zërin e lojës, dëgjohet kallashi shumë fare dhe zëri im shumë pak. Dëgjohet sikur më kanë bombarduar shtëpinë, pastaj kështu. Okay. Siç e dini që dhe lufta, sado që Trumpi bëri paqe, por po afronte pak. Kështu që me rastin e luftës, po jemi dhe ne në luftë. Okay, 99 veta kanë ngelur në lojë. Për momentin sa ta vrihen me njëri tjetrin, neve kemi shumë nga këto që mund të mbrohesh, okay? E piktu, kujdes ka ma njën e shinjesër. Me thënë të drejtën, unë e kam lozur dhe PUBG dhe Free Fire-in. Kush do të lozi Free Fire ose PUBG, okay, po me thënë të drejtën, Call of Duty është për mua më lartë të tyre për shkak të grafikave. Grafikat është një gjë që e bën lojën shumë të bukur, se në los Free Fire shumë, po grafika nuk shumë kot. Edhe PUBG-ja. Që për mendimin tim, mirë ka bërë Free Fire që ka në lojën ashtu nuk i ka shtuar grafikat, se çdo lojë ka stilin e vet. Për shembull, ajo e ka pa grafika të mira, por lojë e bukur me aventura, me shok që mund ta lozësh, edhe lojë vjetër që kemi pasur shumë unë për veten time që po flas, kujdes pas ka jetë, nuk e mos. Janë të mishlu. Okay, vije. Okay. E vrava Shqipe, si që pat. Iku enemi i parë, më në kokë. Marim shpejt lootin, se më duket se kishte dhe një tjetër, apo jo, okay. Bëm reload armën, heqim të shotguni se nuk duam, marim këtë, okay. GG's. Si që po ju them, unë vetë personalisht kam pasur shumë kujtime që kam lozur me shok Free Fire, shumë kujtime të bukura, dhe jemi zënë dhe kemi bashkëpunuar bashkë, me thënë kështu, por për mendimin tim Call of Duty është një lojë shumë e bukur. Sepse ka grafikat Call of Duty dhe mund ta lozësh me shok tamam, sa them. Për mendimin tim këtë po them që është Call of Duty është një nga lojrat më të mira për mobile. Duhet të ketë akoma më shumë lojra si Call of Duty, jo me kallash, po me këto grafikat Call of Duty, sepse për mobile nuk ka shumë lojra të tilla. Kështu që let's go, këta po vrihen 85 veta kanë ngelur. Unë po idhem nga xhami dhe po vrapoj. Okay.
Shqipe jemi shumë afër për 200 subscribers dhe shumë shpejt nga 130 dhe që kishim gati, po bëjmë tani 30 subscribers plus për kaq pak ditë. Kështu që nëse vazhdojmë kështu kemi për të mbritur shumë shpejt dhe 1000, kështu që në base është qik e pa mundur për momentin me kaq subscribers si marrë unë, por që nëse vazhdojmë kështu, po them me 30 subscribers në kaq pak ditë, edhe i marrim, se jo. Kështu që, si që kam thënë që kur të marrim 1000 do bëj dhe face reveal. Do hap live atë ditë kur të vete 1000 dhe do bëj face reveal. Kështu që sa më shumë subscribers do ja të thoja. Dhe let's go, hypim në një makinë. Edhe makina kjo makina që e ka first person më pëlqen shumë hecja, do me thënë se si ecën këy me këtë makinën. Okej. Grafikat nuk ja kam bërë shumë të larta për shkak kjo se më ngec, se unë telefonin e kam të ri dhe nuk e kam provuar akoma më ngec apo jo, se besoj. Por thjesht nuk i dua dhe aq të larta se ja ndodh një glitch ose një kështu humbet loja kot. Kështu që më mirë ta kem smooth. Let's go. Okej. Qa shoferi që jam, nejse. Kishte komentuar në një djalë tek videoa me Car Parking dhe ajo loja ju kishte pëlqyer me sa duket. Po më kishte thënë të rrisja grafikat, për këtë po them nuk se dua të rri shumë grafikat për shkak sepse mund të më ngecë nga një loja dhe ashtu më mirë pa grafik e mos të ngecë sa me grafiket të ngeci. Loja na hera. Okej, që shkoni më der tani vetëm njërin kam vrarë, se asnjë nuk po më del se kam frikë. Po, kam frikë. Kur të më dal nga njëri tani, do më vrasi direkt dhe u mbyll video ashtu. Okej. Nuk është të dori të rjetën në makinë tani, po thjesht do eci pak dhe pastaj do e lë. Qa shoferi që jam. Okej. GG's. Pitë tani, si t'ja bëj, kthe. Jepi kështu, bravo. Sa bukur i shmanga ato, okej? Okej. Më shumë tani po më duket si loj me makinë se sa loj me kallash, se asnjëri s'po del. Kështu që po e lë makinën këtu. Po e lë dhe çfarë po bëj shipe? Thoni ta pocasim të makinën. Okej. Për shkak sepse mos ta marrë njëri tjetër, pse vetëm mund ta merrja. Okej, u bë explode. Kështu që si shkoni, kemi dhe një kuti të mirë këtu. Shpresoj të pëlqejë kjo lojë. Nëse ju pëlqen, më thoni dhe për lojra të tjera kush do të lëz një lojë tjetër. Okej. Let's go. 56 shumë shpejt kanë ikur 50 veta loja. Okej. Si shkoni aty që nga një kuti. Let's go. Shqipe në qofë se doni që të hedhe dhe dite, se më kujtuan avjo kënge që po këndoja, në qofë se doni të hedhe dhe dite në YouTube, më shkruani gjithë, por zakonisht në YouTube nuk është e pëlqen shumë editet. Por në qofë se doni, ju thjesht mund të më thoni, okej? Okej, njëri me helikopter. Oh shit, idhunoj se do në shloj mas. Idhu, bravo. Si në filmat heror. Ki pritë zhytën, shipe ta bëj. Që shkoni pas një helikopter aty, kështu që ishe gjithë shumë e frikshme. Okej. Shpresoj të ketë ikur. A fusim qik vrapit neve shura se më duket se në raqëlloj. Pasaj po në qëlluaj me helikopter lartë, nuk kam qatë ju bëj, se raket s'kam. Se të kisha raket, të kishte paraj. Më duket se pash një rocket launcher. Po, më duket se pash, po nuk e marra se. Jam mëndje. Okej, si që shkoni nuk është ka qenë një lojë shumë interesante deri tani për momentin për mua, sepse vetëm një kill kam bërë. Por më mirë që s'po më dela njëri për para se të më vrasi.
Se unë vërtet los shumë të kjo loja, ama në Battle Royale, nuk përpara losja shumë isha dhe Prime, vetëm fitoja Battle Royale, por tani do me thënë që hapa dhe akaunt tjetër për shkak sepse më bërën ban, tek ai akaunt, nuk e dija pse më bërën ban. Tani që kam hapur akaunt të ri, me thënë të drejt nuk jam shumë i mirë në Battle Royale, por nuk ka problem. Okej? Unë notojnë për në ana tjetër e bregut. Kështu që u futëm në një shtëpi këtu, prit se pas kanë këtu. Shumë mirë që kanë këtu. Kesh, marrim kesh. Okej. Penelope, ma thëmë. Okej, Penelope Rosa. Sa bukur do ishte sikur të ishte na njëri dhe unë dhe të bëj ky editi me atë këngë Penelope edhe fa ta vësja, okay? Someone edited le fal. Okej. 29 veta lufta do të bëhet më interesante për mua kur të mbyllet zona, të ngushtohet dhe të ngelen pak veta, sepse do jem për shembull 1v1 do dal, edhe sigur të fshihem gjatë ditë lojës dhe thjesht mos të më shkoj njëri 1v1 një herë do dal. Të shikoj mapën tani shipe. Okej. Mapa mirë është. Ti? Okej. Hajde dil na njëri tek. Shka bëj? Dil na njëri tek. Ja, po gjitem lart në përshkall. A mund të më thoni vendet se unë era dhe kur los vetëm shumë nuk i di kur një zakonisht shumë pa playerat që luftojnë kaq fort. Okej, AK-47-ën e dua. A marr, kështu që do e marr. Opa, që ka dhe me skop. Kështu që AK-47 më duhet. A mund të më thoni, do me thënë, kur jenë më shumë playerat që bëj edhe më shumë killa në moment, se unë për shumë nuk e di, unë heci në për map, pa ndej nga më thot truri. Okej. Kemi hypur në maj fare për momentin. Majën e kësaj gjës, kështu që as nuk e di pse bëra këtë gjë. Por po shkojmë njerë mapën e lartë, prit. Ka njeri poshtë. Për momentin nuk ko shikojnë a njeri me thënë drejtën. Por unë kam frikë se unë atjerë humba tralala me stilë brejnat. Okej, edhe një që po flasim pak për Roblox, me që unë flas ajra për lojrat të ndryshme në këshu. Në Grove Garden që në ra Red Foxy, jam shumë i lumtur që më ra Red Foxy. Por që kur çdo trade, me thënë drejtën, nuk e ndroj Red Foxin. Tani normal, për rakun normal që e ndroja, por not going first. Sepse tani në Grove Garden jam bërë shumë scammer. Okej, po gjejmë një motor me 4 rrota, kështu që hecim. Hecim me këtë, shkojmë drejt zonës për momentin, se mos është na njëri që po vrapon, dhe mund të jetë low energy. Më tha se s'tyjesh ato, okej. Okej. Asë njëri s'jenka. Ju mora pak vendje duke u rrotulluar, për ka shumë gure dhe kemi si t'japojmë, okej, lufta tani po bet pak e frikshme për shkak sepse ka ngelur vetëm 21 veta dhe kjo është një gjë e frikshme. Okej. Shumë shpejt u vran te ky Battle Royale. Duhet ta fitoj unë me një kill shipe, duhet ta fitoj. Pas ka njerëz. Dikush është në makinë? Po më duket, po. Okej, të kthehemi mbrapa, po na qellojnë. Til nga makina, til. Mera AK-47 ku. Shipe. Le. We can be friends. We just can be friends. Why do you redeem it? Miki. Shipe, plasa këtë me makinë. Til me kallash. Ju. Më vrave. Shipe. Si që pat. Vëndi 9. Për momentin jam noob në Battle Royale. Shipe, po kemi si a bëjmë. Kjo është një pjesë që nuk na ndalet. Kështu që 2 killa kemi bërë vetëm. E di që nuk është qena një lojë shumë emocionuese,
por tani po lozi multiplayer. Kush do të më bëj friend se kam emrin Klejdi 1 2 3 4 level 43. Kështu që let's start. Jo Battle Royale tani, por kështu këtu më duket se kam zërin e hapur, kështu që duhet ta mbyll mendoj. Jeta shkojnë. Let me check. Si këtu më duket se kam zërin e hapur, kështu që nuk është se do të jem. Pa prit? I të hapë zërin kështu. Okej, na, nuk e kam. Okej, mirë është kjo që nuk e kam. Okej, jemi te kjo mapa e çuditshme, kështu që duhet të fitojmë të paktën këtë lojën që janë lojra të shkurtra. Na duhen vetëm 40 për të vrarë dhe GG. Jo 40, 50, s'më falni. Okej. Okej. Sa më trombi ky, ik më randej në rruga ti. Pse po më kopion? Hajde. Si se pa të vrava njërin. Tani do vrasim. Hajde këtu ti. Okej. Pris me kallash. T'ja fut vrapit se këtu shipe do baltaman. Aha, ko po ikish. Hajde këtu, shoku. Okej. No, I'm dead. Okay. GG's. Jetë një raket, shipe. Kjo ishte një moment aksioni mirë. Kjo ishte më qëlloj, iku për lesh. Këta të tjere tani shumë shpejt. Ku po dela ty. Si skuth. Në fakt kishim disa ditë që i pa hedhur video, kështu që duhet të hidhnim. Se mbase menduat prapë që do ktheheshim jo pas 1 muaj, jo pas 2 muaj, dikush po më qellona mbrapa, kështu që shpëtova sepse po bënte armor reload, se për ndryshe kjo ai më shumë keq e kishte, kështu që GG. Iku dhe ky shipe, edhe ky iku. Armën time kishte dingun. Okej, është një armë shumë e fortë, kështu që më vrava tani se që më mburoja ai dhe thjesht po më gjuante. Sa di që ja ti mburoja, unë kisha vdekur. Okej, jemi 23-20, ndeshje shumë e fortë që nga dhe kjo. Se po jemi pothuajse barazim, kështu që okej, dikë e vrava. Sa të dali ai ka bum. Okej. Ku po ikish? Bre, si të vrasin kështu. 26-23 ndeshje shumë e fortë. Po e them disa ndeshje e fortë, por kam emocione, me thënë të drejtë. Hanga. 2 vs 1 vlla, 2 vs 1, njëri para, njëri mbrapa, ç'a ti bëja? Po na i kalojnë. Boots. Po na i kalojnë. Oh shit. Okej. Jo vlla, po këta ponin. Na, s'ka shanse të humbim 2 lojrat. Ku po? Nah, bro, we need to win. Hajde këtu ti. Ku jeni? Ka frikë shipe se kjo është një zonë shumë e keqe, me të drejtën. Sa të hyna njëri aty, e di vetë. Penelope, la rosa, hajde. Shipe se besoj të fitojnë. Besoj shipe të fitojnë. Fenel, hajde, se po ndjek njërin. Po jo, vlla, shumë nuba që nga këta të mitë. Fonde mua tani nuk se po më del na njeri me të drejtën. Më ndoj që këte i ka vajtur, le, se po e ndjek. Po e ndjek shipe, hajde, se këtu do dalësh. Marë. Ku është marua? E pas. Na, bro, kam 4 orë, ty po të ndjek. Na carove, okej, 22 shipe, shumë pak jemi, okej. Ku po ikish, o vllana, bra. Kështu po ma carojnë shumë era që
nuk po vrijen o shipe. Nuk po vrijen, po ma caroj shumë. Kallashe shumë të forte paskan. Por jo më të fort. Okej, që shikoni po rim barazim, shipe. Hajde ta fitojmë, hajde ta fitojmë të ndeshje. Bravo. Okej, në unë një kile, bra. GG fituam. Okej, GG, 50-47 ka qenë një ndeshje shumë emocionuese. MVP doli ky tipi. Respekte për të tipin që na ndihmoi dhe për video. Kështu që big respect for this boy. Okej, 20 minuta video, hajde po bëjmë dhe një multiplayer dhe po e mbyllim dhe video sepse nuk dua që të zgjatet shumë video. Okej, vendi 3. Last night. Okej. Unë bërë një refrend, okej? Bërë një refrend, unë filloj lojën tjetër. GG. Shpresoj të ju pëlqejnë video qipe, qëse që pëlqejnë, i shikoni ato që ju pëlqejnë. Okej. Të me thënë, sot është ditë e hënë. E ditë u gjunë njëri që që bërë. Se pisha ka, se a i shoku im do me thënë dhe thjesht po bëjmë qik shaka. Po e pa të videon, është thjesht shaka o bro. Okej? Se kush hodhi direkt flak e të paren, po na vrasin keq. Sa jam ushtruar me shokun të ky mapi shipe, nuk e keni iden. Të ky mapi unë ekspert jam bërë. Shko, vrava atëm më doli tjetër. Të ky mapi shipe Crash e ka emrin. Të ky mapi kam shumë kujtimet me shok për nga që kam lozur shumë fare vetëm të ky map. Dhe mapat e tjerë, na, bra. Kur po rinë kështu largë edhe ti vete me thika ose me shu, edhe ata ti gjuajnë me kallasha me thënë është gjëja me keqe më. Aty të vinë të shasha të lojtarë naj shumë sa. Ku po vete? Ku po ikish? Ja, ma vodë killi. Killi ati që, po... Nejse. Desh më kapja jo. Bre, ku po vëni... Mos, se pash fare. Unë jam qërë. Nuk e pash fare dhe kisha brenda më në shtëpi nuk e pash fare. Ku po ikish? Okej? Po në gjitë e i lartë në shkalla imi e që e kapi qik shkopi të bytha dhe me thëni vajtja i shkopi të bytha kështu se. Tani për fjallon në shipe por sharë të bëjmë sepse po në atëri shumë. Ky me këtë laze, këta që kanë laze në armë. Këta që kanë laze në armë. Tyre është për t'ju... për t'i qerasur me molto. Okej? Dimoj dilo dritare, mos! Dila njëri ndritare se po se bra smok. Hajde ti, ku jeti? Tani po. Kabum! Ti tjetri? Ku po vete, morti, ma ka shi shkathët? Okej? Kabum, bro. Tha se vrava dhe tjetri. 26 me 22. Kush e vrava, mo? Kam 11 kila, dhe tani vetëm unë kam më shumë kila nga gjithë. Shqy, let's go, në base dalim me MVP. Po fituam. Po së fituam pasaj, Daranis. Ke vrije. Okej, 2 kila. GG. Hajde dhe ti tu. Po pesë me atë shipe. Hajde. Ristën e një aptërson. O, naja, zinëzë, E hëngri dhe ky, takoj e gjillin e vdekjes. Tako dhe ti e gjillin e vdekjes, para syve e kishe. Hajde këtu ti. Kështu po ju pëlqen juve. Go to hell, bro.
Më vravën aty se po bjari lot armën, po mos ta kisha shipe do kisha vrarë. Okej, mu hap ky roboti, po s'ka qa më duhet për momentin, mendoj. Në qoftë se jemi një rrezik shumë fare të madh, atëre na duhet. Okej, come on. Turn the radio on. Okej. Po mbaj marrë më kështu për çdo rast. Në qoftë se del njëri këtu, fap kabum. Ku po vete ti? Mos! Hajde shqipe edhe 2 kila dhe GG. Po se fitojmë të lojen. Nuk e di qa me thënë. Po që normal që do e fitojmë shqipe. Është në hera një që edhe mundet ta fitojnë ata, por s'ka shanse tani. Ama po të në vazhdojnë ata duke për killa me as 1 kill. Normal që do fitojnë ata. Por no, bro. GG. Fitu nga shqipe dhe këtë loj. Si më kjo MVP, qa po thua mor vase. Shikoni video në shqipe vetëm unë mundova aty qa Honda vla. Honda MVP. S'ka shance vla, Honda MVP. Mirë, nuk po them, killat e mira I ka bërë, po s'ka shance. Si Honda MVP kur kam gati 20 killa. Pa prita shkoj vëndi dytë jam direkt në 75 rating. How the hell, bro? Kam 17 killa. Man. Po si, në qëse unë kam 17 killa dhe ai ka për ca killa I bje këta të tjerët. Nejse, gjithësi 2 fitore do ishtojme nga një birë. Kështu që kjo ishte videoa, shpresoj të ketë pëlqyer, mos harroni të bëni sa më shumë subscribe shqipe që të vemi 200 suba, kur të vemi 200 suba, ju thash do kemi opa se më ra ky bidoni bëri një zhurmë shumë të madhe, nejse s'ka problem, kjo detaje, nejse. Më bëni sa më shumë subscribe, që po thoja që të vemi 200 subscribers sepse do vinë shumë lojra të reja. Kështu që kjo ishte video, shpresoj të ketë pëlqyer, bye bye.